Ngjarja e ndodhur në shtëpinë e Big Brother VIP Albania përbën një moment serioz pasi tensionet mes banorëve kanë kaluar nga debatet verbale në përplasje fizike. Konflikti mes Rogertit dhe Mateos, i cili ka qenë i vazhdueshëm edhe më parë, këtë herë ka arritur në një pikë kritike. Sipas përshkrimit, incidenti nisi me një debat, por eskaloi kur Rogerti ndërhyri fizikisht, duke i tërhequr me forcë një rroba që Mateo mbante në dorë, edhe pse mund të duket si një veprim i momentit, në kontekstin e një formati televiziv, ku rregullat janë të qarta për ndalimin e dhunës, ky veprim konsiderohet shkelje serioze. Raste të tilla zakonisht trajtohen me masa të menjëhershme nga produksioni, që mund të përfshin paralajmërime të forta, penalizime apo edhe përjashtim nga gara. Duke qenë se ky nuk është incidenti i parë mes dy banorëve, vendimi i produksionit pritet të jetë edhe më i ashpër për të ruajtur standardet e programit dhe sigurinë e pjesëmarrësve. Reagimet në rrjetet sociale kanë qenë të shumta dhe kryesisht negative, me publikun që dënon dhunën dhe kërkon masa të forta. Kjo tregon se audienca pret jo vetëm argëtim, por edhe respektim të rregullave dhe sjellje të pranueshme nga konkurrentët. Në përfundim, mbetet për tu parë vendimi zyrtar i produksionit, por ky incident ka theksuar edhe një herë rëndësinë e kontrollit të emocioneve dhe respektimit të kufive në një ambient të tillë konkurrues. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.